Në këtë episod të podcastit ajo, duam të hedhim dritë mbi një nga proceset më interesante të filmbërjes edhe të audiovizualit, është arkiva. Nga viti 1909, kur Kolli Dromeno shfaqi filmin e parë në Shkodër e deri te Tana e Kristaq Damos në 1958, kinematografia shqiptare ka pësuar një udhëtim prej gati 120 vitesh, nga propaganda e kinostudios shqiptare dhe drejt realizimit brutal i viteve 90 dhe adhurimi i gjuhës kinematografike socialiste dhe drejt e kërkimi për identitet në epokën e re të kapitalizmit. Çdo plan, çdo sekuencë është një dokument historik. Arkivi qendror shtetëror i filmit ruan mbi 7.000 tituj filmash, për të cilëve thuajse 4.000 janë shqiptar. Por arkivi nuk është thjesht një raf librash apo një magazin celuloidesh. Arkivi është shtëpia e heshtur e pazhurmshme, ku flet kujtesa jon kolektive. Ai është dëshmia e jon ndaj kohës, e vetmja provë që ne kemi qenë krijues, kemi dashur artin, ndoshta kemi gabuar, është dëshmia e marrëdhënies tonë komplekse me historinë dhe të kaluarën. Ku dikur deshëm ta varrosim, dikur e glorifikuam, po shumë rrallë herë e kuptuam. E arkivi është aty për të hequr pluhurin e ideve. Sot, në podcastin ajo, do të bisedojmë me një grua që ka mbi 25 vite duke ruajtur këtë kujtesë, duke kataloguar jo vetëm filmat, por edhe proceset, tensionet, heshtjen. Ajo është Eriona Vyshka, është arkiviste, por jo vetëm, është dhe historiane, e cila ju bashkua stafit të arkivit në mars të 2001 dhe që atëherë ka shkruar dhe libra. Në librin e saj të fundit ajo thot: "Unë desha ta prek filmin nga afër, literalisht nga afër." E eksaktësisht për këtë pamje, vështrim, duam të flasim sot me Erionën. Mirë se erdhë. Faleminderit Sabina. Edhe përgëzime për këtë podcast bukur ku juve paraqisni vazhdimisht zërin e grave. Më kujtua momenti kur të kam njohur, ka qenë viti i largët 2003 duhet këtë qenë, kur ti ke ardhur në arkiv dhe unë isha punonese e re aty. Keni xhiruar për filmin Kinostudio Shëntërini i Imazheve. Po, me Franz Treshin. Të kujtohet? Ja, prandaj duhen arkivistës. Unë e kisha harruar komplet. Dhe unë e kujtoj gjithmonë. Ai dokumentar ka dalë vërtet shumë i mirë dhe unë kur e kam parë, nga që isha e re dhe nuk e njihja as punën e Kinostudio mirë, as historinë e Kinostudios, dhe aty kam mësuar shumë gjëra nga ai dokumentar. Faleminderit që ma solle në kujtesë, sepse ai ka qenë momenti kur ne kemi marrë një intervistë thuajse të gjithë regjisorët e Kinostudios që ishin gjallë. Prandaj është e rëndësishme se janë dhe dëshmitë e tyre. Kanë qenë një pjesë e madhe e tyre figura shumë të rëndësishme të kinemas shqiptare, të cilët nuk kishin gati të përballeshin me ca pyetje shumë të vështira që kishte dokumentari. Ende herët edhe është dashur koha e nevojshme që vërtet puna në Kinostudio dhe ajo që ka lënë pas Kinostudio, prodhimi i Kinostudios Shqipëria e Re, të shihet sot me një sy tjetër dhe më në fund të fillohet të studiohet kinematografia shqiptare për atë çfarë ka qenë, si ka qenë dhe çfarë na ka lënë trashëgimi. Në fakt, unë gjithmonë kam pas një problem në lidhje me transmetimin e veprave të arkivit, të cilat pjesa më e madhe e tyre janë, le të themi, pjesë e propagandës, të cilat merreshin dhe transmetohen në televizione publike apo private, pa një kontekst, pa një shpjegim, pa një qëndrim, qoftë ai historik, qoftë ai estetik, i të gjithë llojeve. Dhe ti si historiane dhe studiuse, çfarë mendimi ke lidhje me këtë gjë? Pa diskutim, është një e gjithë prodhimi i Kinostudios Shqipëria e Re është padyshim ka qenë pjesë e sistemit dhe është prodhuar në kuadër të propagandës. Sigurisht që propaganda ka qenë në funksion të sistemit dhe Kinostudio ka qenë një nga ndërmarrjet më të rëndësishme në Shqipëri dhe më shumë punonjës. Gjithçka funksiononte me orientim nga Ministria e Kulturës, nga organet e partisë, të pushtetit qendror. Më ka pëlqyer jashtëmase tek
Libriot, që është ky, dokumente arkivore në fondin e Arkivit Qendror Shtetror të Filmit 1984-1994, proces verbale të mbledhjeve në kinostudion shqipëriere. Po. Më pëlqeu momenti kur ti thua që procesi i shqyrtimit të një filmi kalonte nëpër disa filtra: redaksia, këshilli artistik, kolektivi krijues, komisioni paraprak dhe më pas një filtr jo zyrtar, shfaqja e filmit në vilën e Enver Hoxhës. Si funksiononte kjo hierarki e frikës dhe kontrollit. Ka një shprehje të përsëritur në të gjithë proces verbalet që janë në këtë libër, ku thuhet: partia na mëson të çajmë bllokadën. Shoku Enver na ka porositur. Si e shikon ti sot si historiane dhe studiuse? Okej, që jam historiane është pak fjalë e madhe, po jam një arkiviste me përvojë, le të themi, e cila unë kam pasur akses në këto proces verbale që ruan në arkivin tonë. Është një koleksion shumë i veçantë me 32 libra ku bloqe ku janë edhe voluminoze dhe janë mbajtur shënim me shkrim dore nga stenografët e kinostudios që kanë qenë prezent në çdo mbledhje që bëhej për shqyrtimin e filmave. Produksioni i filmave kalonte nëpër këto filtra, ishin të përbërë nga edhe nga punonjësit, nga redaktorët, kinastët, krijuesit dhe nga pjesa teknike. Secili komision kishte detyrën e vet, duke nisur që nga redaksia, që ishte filtri i parë që kalonte të gjithë, lexonte të gjithë skenarët dhe përzihte cili është ja vlen për tu lënë mirë për të përpunuar më pas për film dhe cili rrëzohej, për të shkuar pastaj te komisioni te këshilli artistik, që ishte një nga filtrat shumë të rëndësishëm sepse kishte të bënte edhe me përmbajtjen dhe vijnë ideologjike si zhvilloheshin ngjarjet dhe çfarë mesazhi do të përcjellte në popull. Mbasi xhirohej filmi, kthehej përsëri në këshillin artistik. Pra detyra e këshillit artistik ishte e dyfisht. Njëherë shqyrtonte skenarin dhe më pas shqyrtonte realizimin e veprën ose kopjen e parë, duke lexuar të gjithë bloqet që kanë mbajtur shënim, i kanë paramenduar si një grup njerëzish që rrinë rreth një tryeze dhe me siguri që aty ka edhe ata që quhen bashkëpunëtor të sigurimit, ndoshta, ose sekretari i partisë. Ne kemi lexuar më mbrapa edhe dosjet e kinostudios që ndodhen tani në autoritetin e dosjeve, që është institucion tjetër, por domethënë këto fjalë, nëse do t'i thonin këta persona të partisë, është okay, kuptohet që ato do t'i thonin se ato detyrë kishin, por këto fjalë i kanë thënë dhe krijuesit vet, regjisorët. Dimitër Anagnosti kishte rreth një vit që nuk shkonte në këshillin artistik. E kishte kuptuar që në këshillin artistik kishte hipokrizi. Në kuptimin që kinasët, duke qenë aty në këto mbledhje zyrtare, nuk ishin të lirë shpesh herë t'i thonin gjërat siç duhej, diçka që nuk i pëlqente në vepër, por në ambiente jo zyrtare shprehin më të çlirët me njëri tjetrin dhe flisnin keq për veprën, për shembull. Dhe këtë ai e tha, në këshillin artistik ka hipokrizi. Prandaj unë kam kërkuar dorëheqjen, i tha drejtorit kinostudios. Por drejtori, duke qenë se ai ishte anagnosti, nuk ja kishte firmosur dorëheqjen. Pra ai figuronte antar i këshillit artistik dhe kishte një vit që nuk shkonte në mbledhje. Kinostudio ka qenë makineria më e madhe e propagandës. Aty kanë qenë mbi 800 punonjës e përkthyer sot në GDP-n e Shqipërisë, gati mbi 10% e GDP-s shkonte për kinostudion. Fakti që kinostudio ka qenë një ndërmarrje me shumë shpenzime dhe me një financim të jashtëzakonshëm nga shteti, kishin kuptuar që kinematografia ishte diçka që duhej investuar. Ishte arti i masa. Ishte arti i masa dhe me të mund ta përdorje si armë për të fuqizuar pushtetin që sapo ishte vendosur dhe për ta mbajtur atë sa më gjatë. Qenia krijuese dhe vepra e tij vjen e deformuar, si studiohet sot, si shikohet sot kjo vepër? Gjithë ky proces. Sot gjithë ky proces dhe jo vetëm procesi teknik, po edhe procesi artistik, dramaturgjik dhe ideologjik
duhen shikuar brenda në raport me kohën kur janë krijuar. Përveç kësaj propagande të jashtëzakonshme që duhej përcjell ose ideologjisë që duhej përcjell në masat e popullit, aty ka pa diskutim që ka edhe art. Dhe në këto filmat realizmit socialist ka vepra shumë të mira artistike. Ka një vepra që sot mund të studiohen nga kinasët e rinj. Po duke qenë se në kinostudio pastaj kishte edhe orientime që të rritej prodhimi sa më shumë për hir të numrave, për të arritur statistikat që kërkoheshin, janë bërë edhe shumë vepra pa cilësi artistike. E mira do ishte që filmat shqiptar të shfaqen në programe të kuruara dhe edhe kur shfaqen në televizion, ato të kenë një introduksion përpara, të në përshkrimin e dokumentarit të ketë një mesazh ku thuhet se si ka qenë ky film, çfarë transmeton dhe në çfarë kohe është prodhuar. Nuk më merr mendja se dëmi që i bën të shohë një traktoriste në ekran është më i madh se dëmi që i bën nëse do shohë një skenë të dhunshme. Ne në arkiv kemi programe të edukimit, kemi një program që quhet Edukimi përmes kulturës, është nis me Ministrisë Kulturës. Çfarë projektoni juve gjatë këtij programi? Projektojmë filmat për fëmijë, por gjithmonë në të kuruar me një introduksion që i bëjmë përpara. Disa nga filmat për fëmijë janë edhe pjesë të teksteve shkollore. Ka qenë edhe filmi Një vonesë e vogël për 7 marsin kur ata fëmijët shkojnë të gjejnë në shtëpinë e mësueses për të bërë një vizitë për t'i uruar 7 marsin dhe rrugës humbin rrugën se mësuesja ka shkuar në një banesë të re. Aty ka plane edhe shumë të bukura të Tiranës edhe për këtë, për planet e qyteteve, godinave, për një atmosferë tjetër që nuk ka qenë, fëmijët është mirë të shohin dhe të njihen. Pjesë në kulturore urbanistike të qytetit është fantastike. Në këtë aspekt është Në këtë aspekt filma janë shumë mirë, pra ka shumë lirë, shumë shtresa se si duhet ta shohësh një film. Por fëmijët që panë këtë film ishin të çuditur sepse nuk e kishin idenë pse ky grup fëmijësh duhet shkonte te shtëpia e mësueses, për shembull. e kuptonin në kontekstin social. Po, sepse sot nuk shkojnë te shtëpia e mësueses, bëjnë festën e 7 marsit në forma tjera. Kemi shumë pak emra të gruas në kinema, si krijuese. Si Kemi në krijues. skenar, kemi në montazh, por kemi shumë pak në regji. Thuaj se s'di, është Xhantizeja, është Donika, nuk gjej një emër tjetër. Dokumentar ka disa, ka më shumë. Në film artistik Xhantize Keko padyshim dhe pastaj në fund të viteve të 10 filluan të angazhohen disa gra, Drita Thano, por që ndodhi shpejt pastaj rrokopuja kinostudios dhe ato nuk kishin mundësi ta jepnin artin e tyre. Ka një arsye specifike, ka një arsye studimore pse vallë në gjithë të mori të pafundme regjizorë që kishte kinostudio, mos gaboj kishte mbi 40 regjizorë. Të jesh grua regjizore ishte goxha e vështirë, një terren shumë të vështirë, të organizosh dhe burrat e tjerë. Është një dirigjim që i duhet bërë shumë profesionave dhe shumë njerëzve, dhe sidomos prapavijës. A të ka rastisur në gjithë to dokumenta që ti shqyrton, ke 25 vjet që vetëm lexon dokumenta. Të ka rastisur në një rast ku një grua, kuriozitet, një grua ka sjell një vepër, ka propozuar diçka dhe për një arsye është refuzuar. Nuk ka pasur, sepse kinostudio ka qenë një qark i mbyllur për aty, nëse nuk ishe regjizore, e punësuar si regjizore në kinostudio, nuk mund të bëje një film me dëshirën tënde. Asgjë, kinemaja independente nuk ka ekzistuar. Ka pasur vetëm skenar që mund të sillnin gratë, po. Po këto gratë skenariste për shembull, Që kanë tentuar ndonjëherë të bëjnë regji. Janë bërë për filmin dokumentar, pra një grua që ishte skenariste e filmit dokumentar, për shembull tash më vjen në mend Angelina Xhara, ishte skenariste, po ajo ka bërë edhe regji dokumentari, ose Adriana Elini, një grua tjetër regjizore, Marian Fixhako bashkë me Xhantize Kekon kanë qenë dy gra që kanë qenë profesioniste, pra i kanë bërë shkollë kinematografie në Rusi të dyja. Prandaj kur u kthyen, erdhën me direkt në punë si regjizore. Ndërsa me kalimin e viteve
Në dokumentar ka pasur goxha gra që kanë punuar. Çka ka fituar kinemaja shqiptare dhe çfarë ka humbur në këtë tranzicion nga le të themi kino studio në kineman le të themi postkomuniste? Kinematografia në kohën e komunizmit, të art realizmit socialist, ka humbur atë ndjeshmërinë, vërtetësinë dhe atë ndikimin tek shpirti i njeriut. Nuk ka filma për shembull në kino studio me sa kam parun që luajn me temën e ekzistencializmit. Kjo ndoshta na ka bërë të ashpër. Nëse ne do të kishim në letërsinë shqiptare, në artin shqiptar, në kinematografinë shqiptare, Dilema më të mëdha, dilema më të mëdha njerëzore, ndoshta për edhe vetë, për njeriun vet, ndoshta do të ishim njerëz ndryshe. Por kinematografia e realizmit socialist ka qenë vejet skematike. Ka qenë e punuar në një kuadër ku zgjedhjet jepeshin të gatshme nga regjizori. Pra ishte narrativa, subjekti mund të ishte edhe subjekt shumë interesant i filmit, i skenarit, por zgjedhjet i t'i jepte regjizori, i t'i jepte në përfundim filmi. Vetë i merrjet e gatshme, pa lënë atë hapësirën ku secili mund të reflektonte. Edhe kinematografia sot ka problematikat e veta, të një forme tjetër, krijuesit janë të lirë, t'i eksperimentojnë dhe t'i japin këto mesazhe në format më të hapura që munden, të luajnë, të prekin shpirtin e njeriu dhe ta vënë ato në mendime. Por besoj se sot ka një kufizim të një forme tjetër që mund të jetë kufizimi nga produksioni ose nga kërkesat e tregut për filmat që një vend si Shqipëria është e detyruar t'i ndjeki, pasi ende besoj krijuesit dhe producentët tanë nuk janë të lirë që të bëjnë filma independent. Duhet patjetër të bëjnë filma me produksione të huaja të cilat orientohen drejt tregut. Po të kthehemi pastaj tek skematizmi në kino studio, ka qenë viti 1983, pra as shumë vonë kur gjërat poliroheshin, por as për shumë herët, dhe ka folur regjizori Kujtim Çashku për skematizmin në kino studio. E dim që Kujtim Çashku është një natyrë rebele dhe ai ka pasur guximin në vitin 1983 në mbledhjen e Këshillit Artistik të flasë që në kinematografin ton ka skematizëm. Nuk duhet që ne t'ja japim zgjidhjet kaq të gatshme publikut. Por kjo është kundërshtuar me argumentimin se ne jemi një art i realizmit socialist dhe në realitetin ton problemet zgjidhen. Një gjë që jam e bindur që brezi i ri as nuk e ka iden, është procesi kur filmat e huaj, të cilët lejoheshin të shfaqeshin në kinema apo në televizion, një pjesë e mirë e tyre priteshin. Këto filma sot, të cilat janë në kino studio, në arkiv, më fal, keni arritur t'i rekuperoni skenat e munguara? Kemi parë filmat e vjetër, kopjet që kemi në arkiv, në filmave të huaj, dhe jemi shokuar se si ka mundësi që një film që zgjaste 2 orë, janë ka ta ndisur 50 minuta. 50 minuta film. Është rimontuar filmin komplet nga fillimi. Është rimontuar, ka pasur raste për shembull mbaj mend një film bullgar, Briri, aty ndodh një përdhurim në mal, në një skenë me borë, me ftohtë dhe gjithë pastaj filmi gjithë konflikti ndodh nga skena e përdhunimit dhe gjithë filmi ka lidhje me atë skenën e parë. Ata e kishin prerë skenën e përdhunimit dhe duke parë filmin Briri s'po kuptoheshin ngjarjet. Ata jo vetëm që i kanë prerë, por edhe i kanë djegur për t'i zhdukur. Pra nuk ekziston, neve dhe po të duam t'i rikthejmë, nuk i rikthejmë dot. Jo vetëm filmin e huaj, jo, po ata kanë prerë edhe filmin shqiptar. Sa salla kinemaje kishte Ariona në atë kohë? Po, një film i mirë që merrte distribucion të gjerë, bëj edhe 26 kopje se të shkonte në 26 rrethet e Shqipërisë, ashtu ka qenë ndarja administrative në atë kohë. Dhe në Tiranë funksiononin 2 kinema, shkonte mund ta në tjetrën, e njëjta kopje shkonte në disa salla. Ose kur ishin oraret afër, mbaronin 2 akte, i ngarkonte në biçikletë dikush 2 aktet e para, i çonte te kinemaja tjetër për të filluar
filmi, pastaj merrte 2 aktet e tjera. Qa të qoj tek arkivi qendror i filmit? Dhe si e gjen ti veten pas kaq shumë vitesh në ato duke rrëmuar në për negativet e filmit të huaj edhe shqiptar? Unë u gjenda rastësisht të punoja në arkivin e filmit. Unë as nuk e njeh fare që ekzistonte arkivi i filmit në atë kohë, por rastësisht kishte mbaruar puna ku punoja në vitin 2001 dhe në atë kohë mund të punësohesh edhe pa konkurs, ende nuk ishe futur, mjafton të kishe diplomën për vendin, pozicionin e punës që ishte bosh, dhe ishte koha e emigrimeve të mëdha, mbaj mend pararsimi im në redaksinë e arkivit të filmit, emigroi për në Shtetet e Bashkuara, kështu që nga një takim i rastishëm me drejtoreshën e asaj kohe Natasha Lago, ajo donte të punsonte një vajzë të re që të dinte edhe çik nga kjo ana nga kompjuteri, se edhe kompjutera nuk kishim atëherë. Në atë kohë filluan të futeshin. Sepse Natasha kishte projektin për të bërë kartelizimin digital. Të gjitha kartelat që ne kishim trashëguar nga Kino Studio, të Skënderit të filmave, duheshin kartelizuar tani në kompjuter. Dhe kështu fillova unë punë rastësisht. Pra ti e marrë me gjithë tranzicionin e filmit shqiptar, Po, kur kam je në shkuar, vetë të parë sepse e di e mbajmë ishin ardhur kompjuterat e parë që edhe ato jo ishin vetëm dual. kompjuterat, po dhe transferimi nga Transferimi, 33% po, në digital filloi apo në analog. po, një 2 vite më vonë, në fillim ishte transferim në kaseta, nëpërmjet një pajisje analoge, pastaj edhe telekinemaja po ishte po analoge, digjitali ka hyrë shumë më vonë, por edhe ajo ishte diçka sepse të bënte që ti kur të kishe akses në fond mund të merrje kasetën që ishte Super VHS në atë kohë ose Betacam dhe jo filmin. Ka përfaqëson diçka për ty kjo, ka një metaforë gjithë ky rrugtim kur shkëputesh, e shikon në mënyrë sferike. Jam rritur në atë ambient dhe e kam përjetuar të gjithë sfidat e digitalizimit. Sfidat e digitalizimit, jo vetëm të digitalizimit filmit si video, por edhe të informacionit arkivor. Pra Kino Studio dhe redaksia e arkivit kishte një katalog të ngritur, nuk është se e krijova unë nga e para, por transferimi nga katalogu manual në katalogun digital mua më ndihmoi shumë sepse duke i kopjuar, duke i lexuar, duke i përpunuar, unë mësova, unë isha një vajzë e re atëherë dhe unë mësova shumë edhe për si ka funksionuar politika e shtetit shqiptar, jeta në atë kohë, sepse le ta themi që nuk ishte vetëm propagandë. Tash unë isha aq e rritur sa ta kuptoja ku ishte niveli i propagandës dhe ku ishte gjëja e bukur që mësoja vërtet nga ajo që quhet lifestyle i jetës në shoqërinë tonë, i historisë, i letërsisë, i arteve të tjera, sepse gjithçka në Kino Studio është e dokumentuar, ne jemi me fat që e kemi ato koleksion. Ka një sfidë sot arkivi qendror shtetëror i filmit, i cili ka të bëjë dhe me vetdijen, le të themi, të shoqërisë tonë në raport me të kaluarën. Ecin paralelisht këto dy gjëra, sfidat e arkivit dhe mënyra se si ne raportohemi me të kaluarën tonë. Duhet kuptojmë që nga arkivi nuk mund të pritet çdo gjë. Nuk mund të pritet të jetë edhe institut, edhe shkollë për kinastët, edhe shkollë për brezat e rinj. Arkivi është arkiv dhe në një arkiv si arkivi shqiptar, nuk po flas për arkivin e Francës, sepse ata po që janë institut, kanë departamentin e formimit, kanë departamentin e botimeve, me të cilat ose të prodhimit që bëjnë produksione të reja dhe ja ofrojnë në një mënyrë të re materialin arkivor audiencës së sotme. Arkivi jon ka shumë kufizime, që në kufizime në staf edhe në teknologji. Pra ne jemi arkiv, ne jemi aty për të bërë të mundur që materiali arkivor të jetë i aksesueshëm dhe i studiuar sa më shumë nga studiusit. Pra në arkivin tonë nuk kemi as studius, as kurator. Arkivi është aty për të bërë të mundur që vitet kalojnë, teknologjia ndryshon, ne duhet ta kemi materialin arkivor të ruajtur, të mirëmbajtur, të digitalizuar, të disponueshëm
për të studiuar. Kërkon pasion në rion kjo punë? Po, sigurisht që kërkon pasion, kërkon shumë kujdes dhe pasion, sepse materiali filmik është si një gjë e gjallë që ti nëse nuk kujdesesh për të me vetëdije, me dashuri dhe me pasion, ditë për ditë ai humbet. Kemi një departament që Si është i përkushtohet? dedikuar materialit filmik. Ata e pastrojnë në mënyrë periodike, del nga vendruajtjet, çdo element i filmit kalon nëpër gjithë gjasësinë e tij, duke u pastruar, duke u rregulluar perforacionet në mënyrë fizike dhe duke u digitalizuar. Ajo që është e mira e kësaj kohe është që prej 2 vitesh kemi skanerin e filmit, tani mund të skanojmë nga negative dhe mund të marrim materiale deri në 4K dhe aty kemi parë shumë gjëra të bukura se sa aty na shtuar dashuria për pelikulën, sepse kemi parë që ajo është një medium që Çfarë mrekullish mund bëj akoma? ka 60 vjet që është prodhuar aty dhe ka ende një material, një informacion të jashtëzakonshëm, që sot kur skanohet, të shohësh negativin, ka imazhe të mrekullueshme. Ke bërë diçka në arkiv për cilën do thoshe që unë e bëra atë edhe mund ta lë punën. Apo ja Jo, akoma ako- duke jo, në po tash që Jo, akoma nuk e kam arritur ke një projekt. ile e ka menduar, Vërtet. e ka menduar që kur do vi dita që unë të mund ta lej punën pa pasur merakull se Nuk e kapa maksimumin asaj që do doja të bëj. E cila është ajo? po, Kush sepse është aty ka sfida të projekti vazhdueshme. mesjetare që ti mendon që do e përfshinte të gjithë gamën e këtyre viteve punë që ti ke bërë? Çfarë është një projekt? Për një Është ajo që aktiviste. unë e kam nisur, po që duke punuar si ajo milingona pak nga pak, është që ti rishikoj të gjitha kartelat për shkrimet e filmave. Nuk po flas këtu për filmin E artistik. ke fjalën për sinopsi, po, për për mënyrën se filmin- ti është kartela e filmit si shkon tek audienca. Kartela e filmit, sidomos filmit kronikal, dokumentar dhe të fondet xhirimeve arkivore që kemi. Ka nevojë po të pret. Ka nevojë për të rishkruar, sepse unë kam vërej që aty edhe janë anashkaluar. Pra, ideja e sinopsit është që ti identifikon njerëz, ngjarje, situata, ambiente dhe ngjarje që ti duhet t'i identifikosh në kartel për arsye të aksesit që duhet të ketë publiku në to. Pra, një kërkues kur do të shohi për një ndeshje futbolli ose për Mungon fjala ty që futboll. një muzikë, një këngë të caktuar të një personazhi, të një këngëtari të caktuar, aty është shkruar në mënyrë shumë të përcipt, për Dhe shembull. nuk kuptoj që Dhe mungojnë detaje që mund të ishin të rëndësishme për të identifikuar dhe për të gjendur sa më kollaj pastaj. pra ti do të leksesosh të gjithë, le të themi, pjesën kërkimore Po. të Aty janë shumë të audiencës për të gjetur dhe identifikuar për të të gjithë zbardhur çdo gjë. Aty janë goxha të zbardhurash nga arkivistët e vjetër, janë të zbardhura shumë mirë, por unë me atë syrin tim gjej edhe plot detaje që shpesh e riplotësoj. Unë dua që ta lej sa më në rregull dhe me një program sa më të thjeshtë, ku kërkohet me fjalë kyç dhe fondi arkiv dhe çdo imazh është identifikuar. Sepse kam vënë re që ka nevojë për disa plotësime të vendeve njerëzve, janë edhe emra dhe mbiemra që janë shkruar gabim. Unë si arkiviste me përvojë tani mund t'i dalloj kush është kush, jo vetëm nga kinasët, autorët, po edhe nga njerëzit. teknicienë. Jo, njerëzit që kanë dalë në dokumentar. Po, Që mund të jenë ose njerëz thjesht ose artist, sportist, politikan të kohës. Kështu që dua të bëj disa plotësime dhe disa ndreqe të ndonjë gabimi që mund të jetë aty. Përveç kësaj duhet rishikuar pak edhe pa prekur kartelën bazë filmit që është në katalogun manual, vlen të rishikojmë pak edhe sinopsat e filmave, sidomos të disa filmave artistik që kanë pas të bëjnë me problematika ose agjentura, siç quheshin, të komunizmit, që faktikisht ata kanë qenë njerëz që u dënuan nga sistemi
edhe janë përshkatuar, por janë sjellë në publik si agent dhe kjo fjala nuk është korrekte në ditët e sotme, kështu që duhen rishikuar disa sinopse. Për shembull, po përmend filmin Vitet e para, aty flitet për sabotatorët në tholëza të Kërnetës Maliqit. Faktikisht ata ishin inxhinier dhe që punuan vërtet dhe që u dënuan, u përshkatuan nga regjimi. Dhe kam përshtypjen që ka disa filma që në bashkëpunim me autoritetin e dosjeve neve jemi duke i ripar sinopset e tyre. Duhet të kthejmë drejtësinë në vend me pak fjalë, nëpërmjet edhe rrëfimit kinematografik. Rena, shumë faleminderit.